Dalja e vjosës nga shtrati kalon pasojat nga pas. Është vështirësuar së tepërmi situata e tregut e kura e mifolit në Novosel, ndërsa këtë të njëjtë në zonën Buzlumit, Balta përbënte një shqetësim vete, si për tregtarët ashtu edhe për konsumatorët, që çdo të njëjtë vinë në këtë treg për të blerë. Numri i konsumatorëve është shtuar këtë të njëjtë të 11 dhjetorit, edhe për shkak të festave të fundvitit, por tregtarët dhe qytetarët shprehen se kërkojnë ndryrje për një treg me standarde, pasi në këtë situatë ku Balta është kryefjala e kësaj zone, situata bëhet edhe më shqetësuese. Tu është Balta, nuk është të vish me bëhet fjalë për kulturë, po bëhet fjalë që njeriu të ketë mundësi të kënaqë syrin edhe pse nuk merr. E mos kolonjiset dhe Balta. Mos kolliset, të vej sinjëria të iki sinjëri. Jo të vish edhe sheshit, të ketë një banaka apo një, si të themun, që të ketë mundësi tjetër të shikojmë si, jo njësh në lera dhe në kashtë edhe ajtë dhe marrës. Ja duhet ketë kushte. Po pa tjetër s'ka asnjë lloj kushti këtu, s'është treg. Nuk është treg, që tjetë treg do të ketë një emër të bukur, të ketë një kulturë të bukur, të i mungon gjithçka. Ja të vish, unë apo ti kushdo i ti do vërdojnë të kokë. Edhe ky nuk kënaqet, edhe u s'kënaqet se nuk reklamohet edhe shpend edhe ka poshje e pula rosa çfarë do të ketë. Ky është më mirë mos e përdor fare dhe që s'kam vetëm më dhirë. Aman të keqen vaj. Unë jam dhe në halë se kam astime ndër, ma ka dhe një shoka dhe. Po që jam i valid, jam nevojtar. Ka niku këmë të qenë në mes e tutje, nuk u kësanojnë me. Po për pazarin këtu njerë, nuk ka ambient të përshtatshëm për të punë. Unë mendimi im ishte të bëhesh në stacionin treni do mëse mirë do ishte. Atje po të shikoni atë vënd atje është shkëlqyer. Nga këtu mendoni se problematikë? Është problematikë edhe sidomos edhe për rrugën që nuk qarkullon dot, ka ndalë tregtarët në xhade. Në asfalt. Atje ka vënd. Po që bëhesh ashtu. Të kjo këtu dihet është vëndi lumit tu. O vlla, ne s'kemi, nuk dim çat të plasim për kushtet, shko më çat temon. Leri kushtet, ne nuk ka çat i bëj njëri. Lumin s'kemi çat i bëjmë ne. Tjerat janë më rregull. Duhen marrë masa. Masa, kur të bëhet e mira të bëhet. Su bëhet sot do bëhet nesër. Dakor t'i paguaj taksat. Çfarë ka shteti tani pse vit shesu në Buzlumit? Po ky është vendi ku do shih. Ky është vendi ku të vit të shes te pallatin Vlorë. Ti prish. Jo, në rregull, po duhet një treg tjetër këtu. S'ka, që është do rregullohet. Do të rregullohet. Do rregullohet. Na kanë thënë ata të bashkisë do ta rregullojmë. Nuk kanë thënë. Po, na kanë dhënë haberin që do ta vim ta rregullojmë. Kështu që çdo gjë është në rregull. Funksionon çdo gjë në rregull. Mos shko sot se që gjithaj shi dhe ne jemi të ndërgjeshëm vet. Kështu që bashkia na ka premtuar që do ta rregullojmë siç na kanë bërë çdo të mirë, do na e bëj prapë. Në Novosel çdo të njëjtë tregu tradicional mbledh shumë tregtar të zonës përreth, por të ardhur edhe nga Fieri e Lushnja. Duke qenë se jemi në prag të festave të fundvitit, kjo njëjtë ka sjell një fluks të lartë tregtarësh, të cilët kishin ekspozuar produktet e ndryshme, bujësore, ushqimore dhe industriale, me shpresën për të realizuar shitje të mira. Por shumë tregtarë vijojnë që të shprehen të zhgënjur nga mungesa e fuqisë blerëse, edhe pse jemi në prag të festave. Nga ana tjetër konsumatorët duken më shumë vizitorë të këtij tregu në pjesën më të madhe të tyre, pasi siç thonë, çmimet e larta janë të papërballueshme. E ndërsa kemi hyrë në muajin e festave në tregun e Novoselës, në pjesën ku tregtohen kafshët dhe shpendët, kanë dalë në shitje edhe kaposhat e pulat e detit, që janë shtuar këtë të njëjtë, ndryshe nga të njëjtat e kaluara. Edhe pse ato ishin me shumicë, ka munguar fuqia blerëse. Në një kohë që jemi në mesin e muajit tetor, çmimi i gjelit të detit tregtohet me 700 lekë të rinj peshë gjallë kilogrami, ndërsa pula 1000 lekë të rinj. Po çfarë bleshtu shumë dobët. Çfarë do të blini? Që për një kaposha në një pula në një. Do ta merrni tani para vitit të ri që ta mbani vetë. Ta mbajmë vetë, se atëre vetëm me 12 me 13 fond. Edhe në Balt ju vini? Vim, po. E blem. Sa e bleve? Me 7.000 lekë kilen. Si duket? Jashtësisht? Unë nuk e di sepse jetoj në Itali, edhe këtu i ka marrë peshqesh për djemtë e mi. Dhe të dërgojnë në Italia. Dhe juve ju uroj punë të mbarë dhe gëzuar o Zot o gëzuar viti tjetër.
paçi më të mira suksese. Çmimet janë shumë të lira, njerëzit s'kan lek, vinë këtu ja, unë kam bler 3.500 lek arën, po e shes me 3 kg 10.000 lek, erdhi e shikon të ty s'kam lek, tha. Kam çuna në Itali, tha, s'kam dërguar lek, vinë tjetë njerëzit, ja, bajamen këtu ja, e kam amballazhuar 2.000 lek si blen njeri, s'ka lek e tha, që të bëjnë që? Presim nga shteti, moj japin ai lek për fund vitit, blen njerëzit, shikojmë, ja. Pra vinë shikojmë, pyesin. Shikojmë, pyesin, ikin, s'blen njeri. Nuk e di që dhe bëhet është ja. Ne kemi hedhur miliona lek me mall. Tham do shesim, as po shesim, as po bëjmë. Por nuk mungojnë batutat nga konsumatorët, kryesisht nga ata pensionistë, të cilët me sa duket kanë dalë në treg këtë të njëjte, por sikundër është shpreha popullore, shi me sy e plas me zemër. Dua që të roke me na një të marrë 10.000 lekat, 50.000 lekat të qoj këtu edhe këtu, kush dojtë të roket me mua, Pas ke do bësh basti. 50.000 lek i qoj të mua, pam. Po ke fuqi? Kam fuqi, jam këshullu na, por e në tjetë. Nga je. Unë jam një Trevlezri. Nga Trevlezri. Po. Jeni rritur bio Na ju mirë taj. andej, jeni rritur bio. Jeni rritur me gjëra bio. Po jemi rritur. Tregu i Novoselës mbetet një nga pikat më të rëndësishme sociale dhe ekonomike, jo vetëm për banorët e zonës dhe tregtarët e fermerët, por sfidat lidhen kryesisht me ekonominë familjare, inflacionin dhe kostot e jetesës, që gjithnjë më shumë po vështirësohen, duke bërë këtë treg më të varfër sa i përket blerjes dhe punës së tregtarëve, edhe pse jemi në prag të festave të fundvitit.